I vetëm ke ngel në fshat? Po i vetëm, s'ka rini. 20 km larg qytetit të Gosivarit. Ky është fshati malor, Patalishti, me një ambient fantastik dhe me një pamje të mrekullueshme. Por, si në çdo fshat tjetër, emigracioni ka bërë të sajna dhe ka lënë të boshatisur gjithë fshatin. Çfarë është më e keq, ja? Kjo është rruga që të dërgon deri poshtë tek fshati. Quajeni rrugë apo rrugic, por e njëjta nuk mund të kalohet as me gomar, jo me vetur. Për shkak të kushteve shumë të vështira të transportit dhe rrugëve të këqija, banorët janë detyruar ta lënë vendin e tyre dhe të shkojnë drejt qytetit ose drejt vendeve perëndimore. E si e ke në plan të ashtia, duke që nuk do të lëshash fshatin, po këshu edhe i vetëm... Po këshu edhe i vetëm, si do ja bësh? S'rrihet, nuk rrihet, jo. S'rrihet, s'kemi as dyqan, as kafe, as s'ka rini, nuk kemi. S'ka rini? S'ka rini. Shokët ku i ke për shembull? Shokët i kam disa në Mërgim, disa në qytet. Janë shpërngull, pa kushte. Njerëzit ikin këtu për shkak të vështirësisë rrugëve, ashtu? Rrugëve, për shkak të vështirësisë rrugëve. Nga qyteti deri këtu. Kjo mund të jetë një ndër faktorët kryesor që shumica e të rinjve dhe banorëve e lëshojnë vendin për shkak të kësaj që mund ta shikoni vetë. Sepse nuk bëjnë as sent, as drejtojnë rrugë, për shkak të rrimës, nuk ka dhe rrim. Me rrimën keni paski problem madh, po. Me rrimën kemi problem, sidomos dimrit kemi shumë problem. Dimrit, po. Po, edhe nuk vinë, ka ditë, ka një muaj, një javë, nuk vinë t'i rregullojnë. Nuk vinë kompania të rregullojnë. Nuk vinë t'i rregullojnë, nuk vinë. Edhe kjo është një faktor që... Po. Shkaktar kryesor që njerëzit largohen, ikin për shkak të rrugës, rrimës. Ne ku kemi të mbjellim lopët, i mbjellin me agregat, me funksioner me ata bëjmë rri, pse kemi shpenzime dhe me benzin, normal lat pa benzin, së në nezi, së në punosh. Unë mendova që blegtoria dhe bujqësia do vazhdoje tani edhe me ju, po duke që... Jo, do mbillën të gjitha, s'ka... I fundi që më duke se që do e mbillish. Po. A është e dhimbshme kjo, Jasin? E dhimbshme është se ta lësh katundin, kaq ajri pastër, ajri mirë. Po, ku s'ka njerës, mora ta lësh. Keq shumë, a? Keq, se së nrishi vetëm. Po. S'ka jetë vetëm? S'ka jetë. Banor ka një njeri më halë, ka 5-6 vetë. është këtë pjesë, familje. Po. Ne jenë ati momentalisht vetëm unë banoj, për një gjallë. Po. Rruga ishte shumë e vështirë, unë kam hyrë në për shumë fshatra tjera në përmalësi të thella, për këtu ishte vërtet shumë rruga e vështirë, derisa të arrish te kjo pikë, te ky fshati juaj, i quajtur Patalisht. Më ka 1 metër, 2 metrë dorë, me javë arrishin bloku. Bloku qëndrëshin këtu, po. A ju dilte dikush këra? Askush. Kur ishin në herë zgjedhjet dimnit, vishin e pastroshi. Kur bishin dimnit zgjedhjet atëherë, ju binte në shërbime dhe juve, po. Për që këtë rrugë nga kam premtu, ca shumë 12 dishin nga kam premtu, si dhe e shtrojmë. Te kjo rrugë, ku jemi duke ecur në të dy, e kanë premtuar që nga viti 2002. 2002 dishin, sa është që ka pas zgjedhje është premtu. Asa bo kur gjo. Këtë që i kemi ndërtu me vetë financim. Bona 40 lopë. Edhe? 40 lopë i bona në 2014, se dhe e bëjnë
rrugën dhe e bëjnë rrimën, nuk bën kur gjë. I majta 4 vjet u futa kredit një në fet për t'i mulu harxhime. E mama si i dhash lopët, tash kom 2 lopë, i maj për familjen. Po. Se s'munët me dorë s'bohet kur gjanë se ti mel. Për agregat i melën nëse të që hyja. Pra vetëm 20 km nga qyteti Gosivarit, Patalishti është lanë anash nga institucionet shtetërore dhe nga ato komunale. Në fshatin Patalisht, jo më pak se 1 vit, ka pasur nxënës. Por sot me dhimbje mund të thuhet që shkolla fillore Gjan Buzuku është e mbyllur.